Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian ka folur me optimizëm në Tiranë për integrimin e Shqipërisë brenda 2030-s. Kaja Kallas kërkoi vijimin e reformave, ndërsa Edi Rama theksoi se drejtësia është gur themeli për arritjen e objektivit. Sipas Sali Berishës, Kallas ju tha shqiptarëve se nuk ka punë me çfarë deklaron Edi Rama. Ai ju shpreh se Partia Demokratike yll polar ka integrimin e vendit. Lideri demokrat ka theksuar se nuk shkohet në Bashkimin Evropian me krimin dhe bandat. Brukseli ka akorduar një grant prej 90 milion euro për ndërtimin e hekurudhës Durrës-Rogozhin si pjesë e korridorit të 8. Marrëveshja u firmos në Tiranë mes ministres Balluku dhe drejtorit të Bankës Evropiane për investime. Mosmarrveshja për një pronë në Shqipëri ka qenë shkaku i konfliktit që ka çuar në vrasjen e Vladimir Topianës në Itali. Pas krimit mësohet se autori ka telefonuar punëdhënësin e tij italian, i cili e ka bindur të vetëdorëzohet në polici. Kina ka deklaruar se do të kundërpërgjigjet ndaj tarifave të Trump. Zyrtarët e qeverisë kanë cilësuar masat si një mesazh duke theksuar se do të luftojnë deri në fund. Optimizëm në bursat botërore pas rënies drastike gjatë ditëve të fundit. Igli Tare është kandidati kryesor për postin e drejtorit sportiv të klubit të Milanit. Kjo është një dëshirë e Zlatan Ibrahimović dhe sipas mediave sportive, marrëveshja pritet të firmoset para fundit të sezonit.